ishte një shpronësim. Dhe jemi duke diskutuar për një shpronësim i cili po bëhet pa u dëgjuar palët, pra gjykatat që kur japnin masën e sigurisë nuk e thrisnin MAPCO-n në seancë, jepi vendimi dhe ne merrnim vesh. Aq e madhe dhe e fuqishme? Dhe ne mësonim këtë vetëm më vonë, vetëm më pas. Jemi duke diskutuar për një situatë të cilën vendimi jepej në kushtet ku sapo ishte dhënë një vendim nga gjykata e apelit, koincidonte duke u dhënë një vendim i gjykatës shkallës parë, vetëm një ditë më pas, ndërkohë që qytetarët e zakonshëm do të presin 2 javë, 3 javë, 4 javë, edhe mund të kenë ose jo një dëgjim për një vendim të sigurim pa dije. Pra në këtë aspekt jemi para një situate në të cilën MAPCO po haset me një sjellje jo korrekte nga ana e institucioneve shqiptare, pjesë të cilave janë dhe gjykatat, dhe pjesë sipas parashikimeve të marrëveshjes koncesionare, gjykatat përbëjnë autoritet kompetent. Dhe veprimet e saj kanë një ndikim të drejtë për drejtë e koncesionit. Dhe nëse ky është një veprim materialisht dëmtues ndaj koncesionit, këtu kemi mundësinë që të shikohen të gjitha opsionet edhe të shikohen të gjitha rrisqet edhe të kërkohet garantimi i sigurisë juridike të MAPCO-s për gjithë investimin që ajo ka kryer në aeroport. Para se të kaloj te Atirtit, cila është shpresa e vërtetë e juaja si përfaqësues ligjor po edhe e MAPCO-s? Ka një mendoni se dikush ke autoriteti kontraktor do i thrasi mendjes dhe do thotë me qetësi respektojmë kontratën që kemi, ecim përpara, bëjmë aeroportin, apo gjykata do ju japi të drejtë me çfarë do lloj, le të themi, vështirësisht të tejkaluara? Kjo është një vendimarrje që në fund fare takon gjykatave. Gjykata është ajo që do duhet të rishikojë pozicionin dhe qasjen e saj në lidhje me investimin, sepse është gjykata e cila ka dhënë këtë masë sigurie dhe të duhet të përballet me faktet, të cilat mbështesin padyshim qasjen e MAPCO në lidhje me këtë konflikt, i cili është një konflikt i stisur, është një konflikt që nuk ka asnjë bazë, sepse jemi duke diskutuar për kërkesat e një ortaku që përbën vetëm 2%. Në ligjin për tregtarë shoqëri tregtare, kur nuk respektohen drejtat e ortakut Pakicës, ortaku Pakicës ka vetëm një të drejtë. Ai ka të drejtë të kërkojë që shoqëria t'ia blej kuotën mbrapsht. Pra, të thotë që po mund ta bëj 2% ndaj 98% që të skem? Që të kërkoj që të ti ble 98%? E pamundur, sepse për më tepër nuk ka jemi duke diskutuar për një shoqëri e cila nuk ka as kapacitet financiare për ta bërë këtë, dhe edhe nëse do e kishte aeroportin plot, nuk do ishte në gjendje që mund ta përfundonte, ta operonte dhe ta menaxhonte. Nuk i plotson këto kritere as sipas kërkesave të ligjit koncesionar, nuk i plotson këto kritere edhe në çështje faktike. Ndërkohë që kemi të bëjmë me MAPCO, një shoqëri e cila ka ndërtuar me gati 10 aeroporte në të gjithë botën, flasim aeroporte në të 3 kontinentet, përfshirë Azinë, Europën, Afrikën. Dhe ka një eksperiencë në Afrikë Veriut, nëse nuk gaboj. Është një projekt që është duke ndërtuar edhe në Afrikë Veriut. Pra kemi të bëjmë me një shoqëri e cila ka një eksperiencë shumë jetë gjatë në sa i përket ndërtimit të aeroporteve, por bën garanci qoftë nga pikpamja financiare, qoftë nga pikpamja kapaciteteve teknike, qoftë nga emri i mirë. Unë nuk besoj që zoti Pacolli të njihet në Shqipëri për një veprimtari është një njeri që përcjell besim edhe emër të mirë dhe rrjedhimisht është një garanci e shtuar sepse aeroporti i Vlorës vërtet do ndërtohet, po do operohet edhe për 35 vite, që është një kohë shumë e gjatë e cila kërkon një garanci të madhe dhe të shtuar në lidhje me si do vijohet. Dhe këtë mund ta ofroj vetëm MAPCO, i cili përveç se ka ndërtuar aeroportin dhe e ka financuar atë, është edhe subjekti që është në gjendje që mund të merret me administrimin e tij. Atirt. Pyetja e fundit është me nota ironie, nuk di nëse e kam Atirt Hoxhën në këtë çast, po e shoh se kam. Është thjesht pyetja, ore, në Vlorë